Gjykata e Tiranës ka konfiskuar ditën e djeshme pasuritë e ish-zyrtares së financave Alda Klosi dhe ish-bashkëshortit të saj, ku përfshihet një apartament, garazh dhe një shumë prej 500.000 eurosh para të thata. Shumat e pajustifikueshme të drejtoreshës së ish-ministrit Arben Ahmetaj ishin subjekt deklarimi prej vitit 2016 dhe reflektojnë nivelin e lartë të korrupsionit dhe abuzimit me fondet publike në administratë. Prokuroria tha ditën e djeshme se 368.000 lek, $15.600 amerikan, 462.950 euro janë sekuestruar për llogaritë të procedimit penal mes të tjerave. Klosi ishte në qendër të skandalit të vjedhjes së një shumë prej 700.000 eurosh nga pastrusja në shtëpinë e saj, çka solli më pas zbulimin e abuzimeve madhore të zyrtares. Sipas njoftimit të prokurorisë, gjykata konfiskoi pasuritë e shtetases AK dhe ish-bashkëshortit të saj të akuzuar për veprën penale, refuzimi për deklarimin, mos deklarimi, fshehje ose deklarimi rremi pasurive, interesave private të personave të zgjedhur, e nënpunësve publik, ose i çdo personi tjetër që ka detyrim ligjor për deklarimin e parashikuar nga neni 257 fraksion A fraksion 2 i Kodit Penal. Nga procedimi pasuror numër 05/2022, rezultoi se e pandehura subjekti hetimor pasuror AK, e cila është përfshirë si subjekt deklarimi në ILDKPKI që në vitin 2016 nuk ka deklaruar në këtë institucion pasurinë që nuk e justifikon atë me burim të ligjshëm të ardhurave. Nga analiza e fakteve dhe dokumentacionit të administruara, rezulton se pasuritë e paluajtshme të llojit apartament dhe garazh që zotërohen nga ajo dhe nga personi i lidhur janë pasuri të pajustifikueshme nga të ardhurat e ligjshme. Këto pasuri të paluajtshme janë fshehur dhe nuk janë deklaruar.